Pas përfundimit të sfidës mes Shqipërisë dhe Serbisë, trajneri i kuqezinjve, Sylvinho, doli në konferencë për shtyp ku analizoi paraqitjen e ekipit të tij. I zhgënjur për rezultatin përfundimtar, tekniku brazilian u shpreh krenar për performancën dhe për kushtimin e lojtarëve, duke e cilësuar këtë si një nga ndeshjet më të mira të kombëtares në 2 vitet e fundit. Jam i zhgënjur që nuk morëm 3 pikët, por shumë krenar për mënyrën se si luajtëm. Ekipi tregoi arakter, qetëfi dhe nivel të lartë ndaj një kundërshtari të fortë fizikisht. Lojtarët që hyn nga stoli bën gjithashtu shumë mirë, tha Sylvinho. Ai theksoi progresin e skuadrës në aspektin e përbërjes dhe konkurencës së brendshme. Në fillim kishim vetëm 15-16 lojtarë në nivel, tani kemi të paktën 22-23. Kjo është një arritje e madhe për ne. Yasir Hasani mbeti sërish jashtë fushës në barazimin ndaj Serbisë, duke mos luajtur asnjë minutë për të dytën ndeshje radhazi, çka ngjalli dyshime mbi rolin e tij në ekip. I pyetur në konferencën për shtyp, trajneri Sylvinho theksoi se Hasani mbetet një lojtar i rëndësishëm dhe se mungesa e minutave nuk lidhet me probleme personale, por me konkurrencën e fortë brenda grupit. Sa i përket vendimit por ekzekutuesin e penalltisë, Sylvinho deklaroi se ishte zgjedhja e tij që Manaj të gjuante, duke përmendur statistika të mëparshme dhe besimin që ka te sulmuesi. Ishte zgjedhja ime që Manaj të gjuante penalltit, kam shënimet për ndeshjet e fundit. Ndaj Andorës ishte po ashtu Manaj, ndaj Anglisë ishte Bajrami, ndaj Ukrainës ishte Yasir Hasani. Unë kam shumë respekt për vendin, për njerëzit. Ju keni një vend shumë të bukur, keni një histori të bukur, me zemër dhe me shpirt. Kam 2 vite që jetoj këtu, më pëlqen shumë qyteti ku jetoj. Unë edhe Doriva kemi zgjedhur të jetojmë këtu, madje e diskutoj dhe me trajner të tjerë këtë vendim. Mua më pëlqen shumë lojtarët teknik, më çmendin, por kombëtarja është e hapur, jemi vazhdimisht duke u përmirësuar, jemi në rrugën e duhur, por nuk do të kemi kurrë një Shqipëri të Sylvinhos, është Shqipëria e vendit tuaj dhe shqiptarëve. Shijojeni këtë kombëtare, sepse besoj që dhe ju jeni krenar për atë që kanë bërë lojtarët sot, tha trajneri. Trajneri e mbylli deklaratën me fokusin tashmë të zhvendosur te sfida e radhës kundër Letonisë, më 10 qershor. Duhet të grumbullojmë pikë, ndeshja e ardhshme do të jetë po aq e vështirë. Nuk fituam, por as Serbia nuk mori më shumë se ne ishim më pranë fitores. Kombëtarja shqiptare u ndal në barazim ditën e sotme ndaj Serbisë pa gola. Në përfundimin e këtij takimi, trajneri i kuqezinjve Sylvinho doli në promoncim për mediat. Manaj është një lojtar i rëndësishëm për ne, marr përgjegjësitë për zgjedhjet që kanë bërë. Ndodh që të humbasësh një penallti sepse është futboll, kishim përgatitur një ndeshje shumë të mirë sot. Broja nuk është mësuar të luajë ndeshje të plot, ishte shumë i lodhur në një pikë të lojës bashkë me Hoxhën. Broja bëri një pjesë të parë shumë të mirë, ai ka aftësi shpërthyese nëse ka hapësira në fushë. Ishte një ndeshje organizuar mirë, jam shumë krenar për lojtarët e mi dhe për njerëzit në stadium që erdhën të na ndiqnin. Kisha 2 ose 3 lojtarë shumë të lodhur në pjesën e dytë dhe ndërrimet ishin të detyrueshme. Është një moment i bukur për kombëtaren, nëse vitin e kaluar kishim 16 lojtarë, tashmë kemi 22 lojtarë për rolet tona. Jam i lumtur që kam mundësi të bëj zgjedhje të ndryshme. Duke nisur që nesër do të bëjmë zgjedhjet e duhura për ndeshjen e radhës, do duhet të rishohim çdo gjë, u shpreh Sylvinho.